Andaj, ky objekt është i hapur edhe për juve mediave dhe mediave tjera, po edhe besimtarët, njerëz, donatorë, që janë thjesht, që dojnë me ardhë, e kanë derën e hapur me i pa ndihmat, me i pa këtë objekt, edhe me pa këtë pasuri që është e jona. Komplet, edhe që thamë në fillim, është një imazh i mirë i Kosovës që ka një objekt tillë. Kështu që janë të hapur edhe me shumë kënaqësi do t'i vizitojmë edhe depot që i kemi na këtu. Besë edhe nxënësat e shkollave, kur dalin për shëtitje, nuk është keq me ardhmë e pa një aktivitet tillë, sepse ja nxit atë ndjenjën e alturizmit dhe shohin që ka arsye për me nejtë Kosovë dhe për me jetu në Kosovë, edhe për kundër dëshpërimeve që din me na ardhë rrethet. A shkojmë e shohin? Shkojmë. Akëll ftoft, jena te pjesa ku ruhet mishi i kurbanit, e mandej shfrytëzohet për gjithë ata që kanë nevojë her pas here, edhe furnizohen kuzhinat që në disa pika nëpër Kosovë i ka shoqata Bereqeti. Apo është sfidë punëtorët me hi me marrë mishin edhe me dalë? Është sfidë, pak se këtu e shushe po temperaturat jenë minus, çdo herë duhet me konë minus. Jo veç minus, po edhe një minus këtë gjak çdo jetë gjatë. O, minus 20. Kështu që, siç po e shihni, domethënë ruhet mishi i kurbanit në këtë mënyrë. Kjo është depoja kryesore e shoqatës Bereqeti, edhe gjatë gjithë vitit na, siç e thatë edhe ju, i furnizojmë 2 kuzhinat humanitare që i kemi, njënën Pe dhe njënën Mitrovic. Mirë po ju japim edhe kuzhinave tjera që janë humanitare në Kosovë. Një pjesë mishit ja kena dhënë edhe kuzhinës qendrore që i furnizon me ushqim edhe qerdhet në Prishtinë, kështu që edhe aty ne mundohemi ndërkohë mi u ndihmu. Qerdhet publike? Publike. Një punë e mahnitshme. Edhe tjetra, sa i përket edhe një informacion tjetër, iftarët që shtrohen me atë tendën tash të 20 vite të Pallati i Rinisë, që qytetarët e Prishtinës e dinë, që 20 vite, si vjetë ka qenë viti 20 që kena furnizu na me mish atë tendë, kurse donatorë tjerë ndihmojnë në forma ndryshme, po mishi është i Bashkisë Islame, i shoqatës Bereqeti, që besimtarët islame paguajnë te Bashkia Islame kujdeset për therrje, për paketim deri në këtë depo këtu dhe ne i furnizojmë ato iftare edhe gjatë Ramazanit. Çfarë punë do ta bëjmë edhe si vjet. Edhe me pedantri, edhe pastërt, edhe paketimi në formën e duhur, domethënë gjithçka bukur edhe mirë. Edhe për kundër faktit që shpesh herë mundohen me prish në herë imazhin, edhe mediat, edhe njerëzit, kjo të bën me kuptu që na do të me vazhdu mu kanë të mirë ata. Kjo depo është me standarde evropiane, na i përgjigjemi edhe Agjencionit Ushqimit për këtë depo, domethënë ata i bojnë kontrollat e rregullta në këtë depo dhe ne shkojmë gjithmonë sipas udhëzimeve tyre. Mishi me krejt standardet që janë evropiane, na i aplikojmë këtë thirrjen e mishit kurbanit edhe deri te përfituesi atje që është nevojtar. Ai kem sa si na shndrun misht kurbanit se